Shampo po ju dëmton në flokët, ja sa herë në javë duhet t'i lani ato. Larja e flokëve më shumë se 3 herë në javë nuk i dëmton ato, por përdorimi i tepërt i shampove mund të dëmtojë edhe më shumë cilësinë tuaj të flokut dhe të shkaktojë gjithashtu edhe rënien e tyre. Sipas specialistëve të flokut, sa më shumë t'i lani flokët, aq më keq do të duken ato dhe me të vërtetë do të krijojnë edhe mbetje vajore në flokën tuaj. Ekspertët tregojnë vazhdimisht se nuk duhet t'i lani flokët më shumë se 3 herë në javë. Sipas dermatologëve, flokët duhet të lahen me shampo atëherë kur prodhimi i yndyrës është tepër i lartë. Kur ju i shkumbëzoni flokët tuaj, shpesh mendoni se flluska dhe aroma e mirë do ta pastrojë flokën tuaj, por kjo nuk do ta pastrojë atë, vetëm do të heqë edhe sipërfaqet e mbrojtjes vajore që ka krijuar floku juaj. Është e rëndësishme të mos e teproni me larjen e flokut pasi mund të ndikojë gjithashtu edhe në rënien e theksuar të tij.